Punimet për zgjerimin dhe rehabilitimin e rrugës Shirok-Zogaj po ecin me ritme të shpejta, duke shënuar një hap të rëndësishëm për zhvillimin e turizmit dhe ekonomisë së zonës. Me përfundimin e këtij investimi, Zogaj do të marrë vëmendje jo vetëm si një fshat turistik me peizazh piktoresk dhe më i aksesueshëm, por edhe një korridor të rëndësishëm turistik duke nxitur zhvillimin ekonomik dhe rritjen e vizitorëve. Ndërkohë, një tjetër projekt ka nisur prej një jave në aksin Ura Vjetër e Bunës Shirok, ku përfshin rekonstruksionin e trotuareve të këmbësorëve dhe kursive të biçikletave, rikualifikimi i bregut të liçenit për plazh dhe vend parkime. Projekti është me trotuar për këmbësorët, do bëhet komplet rrëthimi do bëhet i ri, do zgjerohet edhe një 50 cm kjo pjesa e betonit do hiqen të kolonat. Kjo do bëhet me beton të shplam, kurse kjo do bëhet me asfalt. Rruga biçikletave është 2 metër hapësina midis bordurave. Pjesa tjetër 1,80 metër për 1,90 metër për këmbësorët. Është edhe me ndërqim. Shiroka është një nga destinacionet më të frekuentuara nga qytetarët dhe turistët, ndaj kjo ndërhyrje synon të rrisë sigurinë dhe komoditetin e përdoruesve të biçikletave, të cilët zgjedhin të vizitojnë Shkodrën.